Sali Berisha deklaroi se të hënën opozita do të bëhet para selisë së qeverisë, duke i quajtur kryeministrin Edi Rama përgjegjës për tunelin e Dhugaras dhe dosjet e tjera që po hetohen nga SPAK. Hapim protestën e parlamentin qytetar, foltorën parlamentare qytetare para kryeministrisë. Një herë në javë, ku deputet dhe qytetar do flasin, do thonë zërin e tyre. Pra, ky është qëllimi i kësaj proteste. Protestat tjera do projektohen dhe do organizohen, por ato do përgatiten dhe do thirren në kohën më të përshtatshme. Krahas betejës me qeverinë, Berisha paralajmëroi nisjen e analizës dhe turit të dëgjesave me qytetarët. Analiza do filloj me njëherë dhe turi im do filloj me njëherë. Pres me pa durim ta filloj. Filloj takimet në të katër anët e Shqipërisë me demokratët, qytetarët, me shpresën dhe besimin më të madh se shqiptarët me guximin, energjinë dhe kurajën e tyre do përballen dhëm për dhëm me këtë regjim dhe do çelin përsëri. Sali Berisha e quajti fars zgjedhjet e pjesshme në 5 bashki. Në bashkëbisedim me qytetarët, Berisha tha se nuk ishte gabim fakti që dolën me kandidat pavarur, por sipas tij edhe ky variant dështoi se Rama nuk bën zgjedhje. Opozita dëshmoi dhe duhet dëshmoj vullnet për hapje. Dhe njëherë i falenderoj shumë të gjithë ata që kandidatuan si të pavarur. Por çfarë faktoi kjo? Se në asnjë variant Edi Rama zgjedhje nuk bën. Së dyti, populli e braktisje Edi Rama. Një braktisje ekzemplare. Lideri i opozitës reagoi gjithashtu ndaj deklaratës së Ramës për përdorimin e kamerave inteligjente në zbardhjen e atentatit në Rinas. Ky deklaroi se na mungonin kamerat. Po cilat kamera mungonin? Por shqiptarët për atyre kamerave që janë aty pan çdo gjë, pan gjithçka me detaje. Berisha u ndal edhe në çështjet e shëndetit të qytetarëve. Në kthetrat e më të pamëshirës, vdekjes kryen një krim kundër njerëzimit, lesh pajlaçe. Pikërisht sot, pranoj se i lam pajlaçe sepse nuk kishim se ata ishin shumë. Unë ju garantoj se të gjithë ata pa përjashtim, të gjitha ilaçet e tyre të cilat është e vërtetë se janë të kushtueshme dhe shumë të kushtueshme, të marras bashku nuk kushtonin kur as dhe 1/5 e shpenzime personale të Edi Ramës për avion, për makina, për kopshin e Denit, për Giro d'Italia. Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha komentoi edhe marrjen e kryebashkiakes së Roskovecit, Majlinda Bufi, si të pandehur nga SPAK. Që Bufi ishte një delinkuente, e kam denoncuar me 10 herë qytetar digital dhe unë kam publikuar statuset. Por cili do jetë përfundimi, të mbetet për ta parë se jam i zhgënjur nga moria e pafundme e akuzave boshe. Berisha njoftoi gjithashtu se ligjin e sapo miratuar për barazinë gjinore do ta dërgojë në gjykatën kushtetuese dhe do të mbledh firmat për një referendum, duke e paraqitur si rrugë për të garantuar zbatimin e ligjit në mënyrë të drejtë. Ligjin sigurisht ne do e çojmë gjykatë kushtetuese, por ajo mos prisin ndonjë gjë. Gjykata kushtetuese është në kontroll, ka faktuar që është në kontroll në tërësi, jo në çdo akt. Ne do bëjmë gjithçka që ta zbërthejmë, ta qartësojmë para çdo qytetari këtë ligj dhe të kërkojmë referendum për abrogimin e tij. Protestat e opozitës pritet të shndrohen në një seri aktivitetesh javore duke theksuar tensionet e vazhdueshme mes mazhorancës dhe opozitës në Shqipëri.